Tërniqevci, një fshat i vogël në komunën e Novobërdës, i qetë, i shtrirë me skodrave, me rrugë të ngushta dhe shtëpi që sot flasin më shumë me heshtjen se sa me zë njerëzish. Në këtë fshat jetojnë shumë pak banor. Sot Tërniqevci është pothuajse i zbrazur. Popullsia është kryesisht serbe, ndërsa shqiptarët janë pothuajse të munguar. Vetëm një shtëpi shqiptare vazhdon të qëndrojë këtu, si dëshmi e pranisë shqiptare në këtë zonë. Jeta në Tërniqevc nuk është e lehtë. Banorët që kanë mbetur merren me bujqësi e blegturi, ndërsa shumë shtëpi janë të mbyllura, obore të zbrazta, dyer që nuk hapen më. Vitet e fundit fshati po zbrazet edhe më shumë. Familjet serbe po largohen, duke u shpërngulur drejt nishit, në kërkim të një jete më të lehtë. Pas tyre mbesin shtëpi bosh dhe rrugë gjithnjë më të heshtura, por kjo tokë mbetet këtu. Këtu janë trojet e Kosovës, dhe trojet shqiptare janë trojet shqiptare. Tërniqevci sot është një fshat i vogël, por me një realitet që flet qartë për lëvizjet e popullsisë dhe ndryshimet që po ndodhin në komunën e Novobërdës. Në fakt, edhe ju e patët rastin që me ndjek pamjet e qetësisë këtij fshatit mbi të cilin unë sot kam udhëtuar. Edhe duke e vrojtuar me sytë e mi nga kjo pjesë, që është pothuajse dikun më larg, që ta shoh më mirë dhe ta vrojtoj, po e vrej që është një qetësi bukur e mirë nga njerëzit. Nuk i kemi as në oborre, as duke lëvizur brenda shtëpive të tyre e asgjë tjetër. Sot të bashku me Dinin, për emisionin Vodër, kemi udhëtuar në fshatin Tërniqevc të komunës së Novobërdës. Disa nga fshatrat e Novobërdës kryesisht janë braktisur, jashtë vendit kanë shkuar njerëzit, por që kanë dalë edhe në qytet, në Zgjelan, Kamenic e kudo që ka dikon më afër prej qyteteve, Ferizaj dhe jo vetëm. Gjithsesi, ky fshat që sigurisht merr epilog kur them fjala është braktis, sepse në regjistrimet e vitit 2011, regjistrimi i popullsisë ka dalë me rezultate dhe me statistika që ky fshat numëron vetëm 50 banor. Tash që jemi shumë vite para në vitin 2026, nuk ja kam iden as unë se sa banor i numëron. Përveç se e di që e ka një shumicë me banor serb, por edhe një pakicë të shqiptarve. Kanë qenë më shumë, mirë po sigurisht e përmenda e por i theksoj që emigracioni dhe braktisja e fshatit janë një fenomen që është në përgjitha vendet ku do që udhëtoj unë, por që ky fshat i vogël me këto shtëpi me arkitekturë shumë të vjetër, sigurisht që konsiderohet një fshat dhe një vend banim shumë i vjetër. Duke pasur parasysh që është i rrethuar, po është një vend kodrino-malor, është në afërsi të kalas së Artanës, duke pasuar me njëherë pas fshatit Bunjak e kështu me radhë. Sot nuk e di, a ka me pas fatin me taku ndonjërin prej banorëve se çfarë bëjnë ata saktësisht në fshat. Jemi këtu për t'i mësuar të gjitha këto edhe për veti, por edhe për juve. Di që banorët gjithmonë janë marrur me blegtori, duke pasur parasysh që është me një natyrë të pasur, por tashmë që jemi në dhjetor, sigurisht që natyra është jo më e duhura që t'i shohim ata duke punuar tokën, ose të shohim bagëtitë të cilat janë duke kullosur. Por gjithsesi, është një kënaqësi shumë e madhe, sepse në fakt jemi mësuar që të shohim shumë fshatra në përvendin tonë të cilët janë bukur të ndërtuara, tashmë janë zhvilluar, por që edhe në këtë pjesë ju e pat shumë mirë që edhe mungesa e rrugës, mbas edhe mungesa shumë gjërave të tjera bazike mund ta bëjnë edhe si një faktor që fatkeqësisht me u braktis ky fshat. Kështu që po du me juftu edhe me hy pak më në zemër të fshatit,
atë sa mundi me përfshi edhe pse është shumë i vogël, mbase e takojmë ndonjë banor edhe mundën më na tregu për rrëfimet e tyre që sa vite janë këtu ose që sa vite mbahet mend ky fshat me një emër të veçantë që në fakt kuptimin nuk mundëm ja ditë pa na tregu ndonjëri prej banorëve që uroj që sot ta takoj. Po du ju përshëndet të gjithë juve që qëndroni me mua nga java në javë që më kritikoni për të mirë dhe sigurisht mundohem që emisionin votër me realizu në mënyrën më të mirë të mundshme, siç e them gjithmonë këtë fjalë dhe e përsëris gjithmonë. Vazhdojmë në këtë fshat, qëndroni me mua në minutat në vazhdim, edhe po kënaqemi së bashku të paktën ta shijojmë këtë natyrë të janarit, jo të shkurtin, shkurt pas në fakt, në këtë natyrë dimërore në Novobërd ose më saktësisht në Tërniqevc. Tërniqevc. Me qenë se nuk e kemi fshat shumë të madh, kemi vendosur që me e shëtit të tërin në këmbë, edhe me po ndoshta mundu me taku ndonjë banor, por që e di që ka me qenë shumë problem. Sepse edhe nëse janë këtu, jemi në ditën e martë, kur e gjërej emisionin edhe është ditë pune edhe jemi në mesin e ditës. Tash jemi rreth orës 12, po uroj që kemi me taku. Gjithsesi u vjelëm nga pak pamje që me shiju se mbase nuk keni dëgju kur për këtë fshat, po atë sa nuk kam dëgjuar asone, po përshtash emisionin votës që me shtri para juve dhe me shtri para meje që me mësu historinë e trojeve tona shqiptare. Hajde me mu. Fshatë e paskanit mirë që ndryshim publik paskan, me rëndësi, për i shë, nuk di a punojnë, se tash ditën s'mujna mi besu edhe mi konfirmu, po gjithsesi ato po doken, edhe uraj. Kur e mendojmë që si që thash në fillim është afër kalasë Artanës ky fshat, duke pasur parasysh që ka qenë një qendër e madhe mesjetare, sot e shohim si një qyteri i fikur këtë vend banim, sigurisht që është për më të ardhë keq. Edhe vetë ideja që nuk është investu shihet përmes hambareve, përmes shtëpive të vjetra që kanë qenë prej lloçi edhe prej guri, e që sot
janë edhe aktual. Me thonë të drejtën nuk është që takoj shumë fshatra në vendin tonë, sepse janë ndërtu edhe janë zhvillu këgja mirë, e të tilla që i kanë bjetu kohës, e që janë arkitekturë e vjetër ose e mëdshme, po i them, takoj tepër rall në për vendin tonë, po që ja, edhe vetë jam një farë pasionanti që me i kërku këtë llojet e fshatrave që veç a kanë metë, sepse për shembull në Shqipëri kemi shumë, edhe kemi pa dokumentarët e ndryshme, emisionet e ndryshme që ka emisionet që jetojnë në fakt 100 banor, por realisht ende ka të tilla. E këto jo, në Kosovë jena pakës më mirë, po që jemi shqiptari edhe gjithsesi. Përndryshe kemi shumë holigana qenë, që unë nuk i du heq, nështë asët nuk na sulmojnë, që e ka një qenë dhe refshati këtu, nështë mujna me ledzu diqka. Që nga një kru me 4. Eja. Projekti ndërtimi i fontanës në fshatin Tërniqec është zbatuar në partneritet me Helveta Swiss Intercorporation dhe bashkëfinancuar nga Komuna Novo Bardhës dhe zyra zvistrane për bashkëpunim në Kosovë. Okej, është edhe gjua tjetër, në thot. Edhe është në gjuhën angleze. Korrekt Gjulli në vitin 2017 është ndërtuar dhe si që mund të shohim këtu, e kam hollin të qaj qenë. I kthehemi emisionët që në pi ujnë për krone. Krua. Ujtë e bjeshkës mo. E kam për shtypjen, përveç faktin që për shëqirin, për shëpare, ku më shumë banaj semre, edhe... Mos pita, u këtheva kamerën, mos pita ujna i kënë kapimisht. Jo, pak shako se janë rituale që mundën me i bo besimtarët e këti besimi, kështu që jenë rituale që lanë moneda, lanë pale, që të i pash 4 euro vëlla kenë për një drekë super. Vazhdojmë edhe ecim. Kjo është një fonton si në qendër të fshatit edhe po më pëlqen jashtëzakonisht. Që këto është edhe një murje që dini ja u sjell tash përmes pamjeve, se shikues po mankohen që dini nuk po i sjell pamjet, ti kur po fol për diçka, kështu që kthej pamjet din. Është një shtëpi guri e tëra. Përndryshe shumë kisha pas dëshirë me ditë çka simbolizon këta ujë dhe kur duhet të pijet. Hajde dalim për kësaj pjese. Nga ky krua, se i mora pak informacionin, nga ky krua që rrjedh prej 4 vrimave ose qepave që është njihet në gjuhën popullore, besimtarët e besimit ortodoks pe konsideroj kanë si ujë të bekuar, për vetë faktin që i ka shërbyer banorët me breza e breza të tërë. Dhe ka rrjedhur pikërisht në këtë masë të madhe si që është duke rrjedhur në këto momente. Dhe po vazhdoj ka me rrjedh kështu ditë dhe natë.
Sigurisht që informacioni tjetër është që për vetë faktin që fshati është marrë me shumë blegtori, blegtorëve ju ka kry punë më së shumti, sepse kanë pas ujë me bollëk. Dhe sigurisht për vetë faktin që është ujë i shejtë sipas tyre, kjo e bën edhe më të veçantë. Kështu që din po dalim pe këtij sheshi. Interesant. Bepa të bëj, me bo mos gjillë qaj, as emergjenca e pejes, as e Prishtinës nuk kanë më nëllë. Pitbull! A mu i vish me kryo emisionin, vla? Faleminderit. E banushme me shqiptar. Po, mirë pe di që Shqipen ti. Unë punon betonika me fabrikës. Apo? Edhe ato folet Shqip. Ani, qysh pe kalani? Po fshat shumë i braktisën. Pse ka me të kështu, a ka pas ma shumë që kanë qenë komshit juve? Do vëllove që jeni qëto. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. I kom pi 7 presh që më zgju. Faleminderit shumë. Rëza? Ja heq. Faleminderit. Jo në rarë punës, moj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ja. Nuk pas ka shqiptarë. As edhe njo vetëm aja shtëpia e lartë, atje për çudi. Këta tjerë që kanë të gjithë serbë. Dina morë qatë shpinë që është e vjetër që atje? Që garant ka qenë shkollë e fshatit, si pas arkitekturës.
Kthehemi gradualisht sepse nuk ka dhe dymi me shkute atje ku ndoket e ka pas edhe një ferm. Një informacion që mësova duke bisedu me këtë djalin është që po punoj ka të një fabrike betonit që janë shqiptarë. Edhe jeta i ka detyru që me uratu me jetën e tyre sigurisht. Edhe me një farforme o shqip, o heq. S'kem qka. Shkojmë. Do thot, Tërniqevci qenë ka vetëm me Serbë. Në tokë shqiptare, sigurisht, andaj edhe unë jam sot këtu. Qështu e dhona kur ja bëj vetit e shkaj në dhe fshatra që s'ka njerës që munën më më full, masanej dët vetë me full, po s'gudzaj shumë me alëdu, se me alëdu edhe bëhet shumë keq masanejna. U bo dini, ma ka dale. Që isha duke thënë, një fshat për ndryshe që s'ka një ambulancë ku marrin shërbime, nuk e ka një shkollë, nuk e di ku shkojnë fëmijët e këtij fshati për mu shkollu, por gjithsesi disa prej tyre nuk i ka. Qenë ka një mulli i ujit këtu, që është edhe në gjuhën serbe tregon që është, edhe në gjuhën më të bukur në botë shqipe. Mulliri i ujit. Nuk mundet me qenë as këtu dikush, unë nuk e di pse janë banorë të cilët nuk lëvizin, po ne gjithsesi u ofrojmë një rend kështu rrugës që mbase me desh zoti me taku dikën. Interesant qysh kanë mbetur, kemi shumë vendbanime që janë të komunitetit serb. Shqiptarët e kanë jetë mirë që edhe pse shumë vuajtje, okej. Edhe pse shumë vuajtje, rrethonat e jetës kanë bërë që me qenë kështu edhe çudi qysh është një shtëpi e vetë me atje me shqiptarë, nuk e di pse ka vendosur me nejtë, po na shkojmë sigurisht e pyesim edhe atë pse vendosi që të rrinë në tokën e tij, mos lëshoj kur. Ndodhe edhe kjo që nuk ka banor me më folë edhe me më tregu për fshatin. Gjuhën serbe sigurisht që nuk e di dhe nuk dua t'ja di për të. Pa dash me nxit shumë urrejtje, po se marr vesh, vlla. Unë jam për Shqip, hajde shkojna deri këtu. Një muri shumë i vjetër. Qata uj luktin më ka po, nuk e di pse veç. Dikush i thot që është trandafili egër, unë i thom kaq. Në ato temën.
A më interesant me prezentu edhe një fshat që nuk ka hiq banor. Mu për vetë më pëlqen shumë. Që nuk ka hiq, kërkush. Unë përsha pajisje bujtësore, sot dush. Si je? A je mirë? A mujna me fol pak? Bashkë që tash e gjeta? Si je zotri? A je mirë? Apo lodhësh? Ka pak. Ka pak. Si je? Nuk gjyrojmë. Si je? A je mirë? Unë jam Valdeti. Me fol pak a mujna. O, ne znam, po zdi si punë. Vetëm më tregu të paktën që so vite je këtu. O, ne znam, po zdi. As ti fjallë shqip nuk e din? Diçka është. Ne razumem se. Pse? Mirë dita, mirë mrava toj, po, voj. Mirë, kur gjo tjetër? A ka banor tjetër ti, kom sho? Ku janë kojshia? Mësia unisht të tisha. Nish. Da. E ti? Ja ode punon. Këtu. Tu. Qka po punën? Se, poljoprive du. Ka shpia. Nive. Toka boshe, ti. Toka boshe. Da, i sto kujma. Jo pa. Sa kom sho jeni këtu? 50, 20? E në shes. Sa po thete dhe? Gjosht. 6. Gjosht. Vi 6. O, pak. Bak, malo. Vogel, malo. Të përshëndes. Miro pofshim. Vi 6 mëre ka kanë. Më falj. Kjerën 06. Re kësë. Edhe një informacion shtes. Serbët kanë shkuar në Nish. Po pra. Këtu vetë është dalja fshatit. Po tentojmë me shku deri tek shtëpia dhe ferma e shqiptarit që është nalt, me gjithë respektin pejanës time si gazetar, po nuk po kuptoj asgjë. Kështu që duhemi me shku atje ku ndoshta kuptojmë diçka dhe na tregon më mirë për këta banor. Pjo i lëmë pak pamje rreth e përçark që dini ju sjell, e takomi edhe një herë tjetër aty lart ku e filluam gjithçka. S'kemi çfarë të bëjmë, kështu e ka një herë. Kuna i kujtohet kur na lyp ka arsimtari i biologjisë mi qu myshqe e i shtishum në rama e në gjama e qeshum që si tam ju dashke me fol 1 orë për shtu sane. Myshqet dhe byshqet, u lupes. Shkojmë.
Ndërkohë që u dasht me i bo 1500 metra për me kalu me një anë tjetër të këtij fshati, më konkretisht me ardhë tek toka ose vendi ku jetën i vetmi banor shqiptar në fshatin Tërniqevc. Pjesa tjetër shihet ku edhe eshim, din hajt tregoja vetëm pak që nuk pritan. Kjo është pjesa ku eshim, ku të gjithë janë të komunitetit serb, siç e tham deri më tani. Ndërkohë edhe në këtë pjesë kemi me tentu që me gjetë shtëpinë e zotëriut në fjalë, por që edhe në këtë pjesë është një braktisje kështu totale e njerëzve, edhe siç po vrehet gjendja vazhdon që të mbetet kështu. Edhe pse shtëpit janë ende në duke u mbajtur. Shtëpit e gurit janë guri Allah. Për dallim prej asojone, që kjo ma shumë ti ma kop zemrën kur shkoj. Anej ke asfalt, kënej shiu pe përfshika. Sepse është rruga e pa asfaltuar, siç po mund të shihet edhe vetura me nxikaluam edhe ne vet. Po tash i kemi hyrë këtij fshati dëhet. Tash para me nëni që të pomi, para shumë vjetëve, ma që në mollin si së kokë që kanë qenë vjetra, ka pos jetë, kanë dollë fëmija, kanë lujt. O qëfar nostalgjie. E po së do në jem të kalu kënej, kërkush tjetër. Po të qysh, nostalgjia shpive të gurit është e pa zavendësueshme. Hajde. S'ka asgjë. Bjefa ullën betaj. Shë që është të kohë që asë nësët me dek unë i pa. Pak përshaj. Ajo kujtohet kur i thash që ta banor kanë jetu pej blektorive dhe ka pas shumë blektor që jenë marrë me to, sepse valla në gjuhë popullore i thojnë pleme, mos ma kesh kuptani, po ju them sigur vend strehemi ushqimit për kafshët edhe ka shumë prej tyre në këtë fshat, që sigurisht tashmë është i lagur, i kalbër, sepse nuk e shfrytëzon askush, po mund ta shihni përmes tyne, edhe tregon vetë që ka pas shumë prej tyre. Vetëm këtu janë dikun hambari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, të cilët që ke shpi që sa vjetër, sa i mirë. Po shkojmë rrugës kryesore. Nuk ka ky fshat, mbase mas disa viteve mundet me u kthy në një fshat, nëse ndërtohet shumë është fjala, mundet me u kthy në një fshat turistik, sepse ka një natyrë super të begat, sepse posh shumë në fakt tokat të cilat janë në shitje. Ku le qeni ka jetë. Shola për ta ku indikën. O, pëllumba. Bosh që po bëjkan. Ka brape ka latelina. Ajo se pas la seriozisht, mino.
Qëtësanu. Okej, kjo shtëpi është definitivisht e banueshme, po shihet që është e ndërtuar mirë. E vetmja. Ma në fund mo. Qëtësau. Qet. Do të s'po del kërkush. Le pak po me din. E vetëmja shtëpi me banues shqiptar, po lehin qenë, po sigurisht që nuk mundet me qenë këtu se kish dalë deri me tani për atë shko se po e pres. Gjithsesi po e përshëndes që ka vendos me qëndru në këtë tokë, me ndërtu këtë shtëpi të bukur, edhe me e rujt tokën e tij, edhe nuk e ka lëshu sepse po e shoh që po e bëj ka një jetë shumë të mirë në borën e tij, pas ka qura, e pula, e gjithçka që i kërkon tamam fshati me pas, edhe i pas këtë 2 qenë shumë zhurmus, që sot më kanë bërë zhurëm. Po gjithsesi, nuk e patëm fatin sot që me taku zotëriun në fjalë të zotin e kësaj shtëpie, shëndosh për tjera herë e qofsh gjithmonë mirë. Çka mund të me thonë tjetër sen? O flutur o pëllump, o përmbi hava, o përmbi i hava. A e krym din? Hajde këtë. Ndëruar shikus, nështë në kom faj që e kom zgjedh këtë fshat. Nështë edhe nuk kom faj, se kom dosh me paraqit edhe nostalgji për shumë kënd, po që kështu është fati. Nuk e takova asnjë njeri në fshatin Tërniqevc. Që ka shqiptarë të cilët kanë jetuar në këtë fshat dhe përmes pamjeve ju kom sjell një lloj nostalgjie, jam shumë i lumtur, të paktën çka mund të më nxjerr përmes këtij fshati. Por kuptuam shumë gjëra të paktën që serbët e si banues të këtij fshati janë duke u shpërngulur në nesh dita e ditës. Dhe dita ditës nuk e dija kanë kuptuar që këto troje janë të shqiptarëve, edhe kjo është një gjë shumë e bukur. Kjo është votra jonë me të mirat edhe të këqijat e saj, edhe jam shumë i lumtur që e paraqes përmes këtij rrugtimi që ka marrë me misionin tim. Po du ju përshëndet ku të qeni e ka do që të shkoni, uraj që keni me pas shëndet edhe lumturi në jetën e juve, e ne sigurisht që takomi javën tjetër me një emision e uraj me njerëz. Më ka ndodhur edhe më herët që nuk e kam taku asnjë njeri në përfshatra, kështu që uraj që me pas rrëfime të ndryshme, rrëfime suksesi edhe rrëfime qysh duhet adheu, qashtu qysh e meriton me odasht kë adhej joni. Nga unë Vali dhe nga kameramoni Dini, ju urojmë një fundjavë të mbarë, edhe mos gaboni me ndru në votre me Valin, se kanë me ardhur fshatra shumë të mira, edhe me rrëfime shumë të mira që veç shqiptarët din me i bo. Nga ky vend, nga hambari, nga s'po di mi thonë shtëpis dyshymit, nga plemja po i them. Po ju uroj gjithçka të mirë edhe të marë, e shihemi javën tjetër në emisionin tim në botë.